Mirëmbrëma të nderuar dëgjues të radio televizorit të Zëri Liri. Jemi kthyer prapë me ju së dështun datën 29 shtator 2025. Pranë mikrofonit si çdo natë moderatorja juaj Lulja Shabani nga studio qendrore në Gjermani. Pra sante jemi në emisionin e natës ku sante kam edhe një temë, mund të bëni pjesë telefonatave apo edhe shkrimeve të juaja në numrin tim kontaktues të pandryshuar të Viberit në +33 48150970. Shpresoj se keni kalu mirë, me qenë se disa dëgjues pak më herët edhe ishëm live bashkë edhe u kënaqëm, shpresoj se edhe këtë mbrëmje e kaluat bukur. Keni hongër buk, keni pi qaj, jeni knaqë edhe thash për më duket një unë që një shtrat qajnë me fara, keni qitë për fara dhe keni prit veç kur po hin Lulja në radio. Kështu që du t'ju falenderoj nga zemra të gjithve emër për emër, duke i falendëruar më së shumti dëgjuesit besnik të Radio Zëri Lirë, pa harruar asnjëherë edhe dëgjuesit e ri që po kyqen dhe po janë çdo natë pjesë e juna. Respekt për të gjithë emër për emër, nga unë moderatorja juaj Lulja Shabani dhe stafi i Radio Zëri Lirë. Ju kisha thënë të bëni sa më shumë shpërndarje në faqen tonë të Facebookut që të dhëm hapësirë edhe dëgjuesve të ri të kyqen edhe të bëjmë pjesë e emisioneve tona. Paktën të na shiqojnë edhe dëgjojnë se mas firë për zotën po kena ball, por të paktën t'javë dëgjojnë zorin edhe përmes telefonata, pse ja edhe shkrimeve të juaja të nderuar dëgjues. Të nderuar dëgjues, si që keni pasur edhe në grup e ka postu kryeadministratori dhe vllai im që tash tutje kemi edhe aplikacionin për Android ku mund të na ndjeqni 24 orë në 7 ditët e javës jemi duke shku drejt për drejt, po ashtu edhe në YouTube mund të abononi, të më shkruani Radio Zëri Lirë dhe ato na abononi dhe na i shiqoni emisionet tona. Qaj fara i hupt ka shkruar Ninja po. Valla me gëzim të të frit zemër, faleminderit shumë për dita, respekt të shpirt edhe nga ana ime. Unë edhe njerë ju përshëndes të gjithve emër për emër, pas pak dhe të shpalus edhe temen që ka marrë për sonte, shpresoj se do t'i pëlqen dhe shpresoj se ka që ka të flitet për këtë temë, por s'pari ju përshëndes të gjithë ju që jeni të kyqur këto në live stream dhe po na përshëndetni, po na falenderoni, po shkëmbeni komente në mes veti, duke ju falendëruar çdo herë nga zemra për mirësinë dhe sjelljen që keni si dëgjues të mrekullueshëm dhe familjar të Radio Zëri Lirë. Një përshëndetje si çdo herë, përshëndetja parë na vjen nga Presheva heroike nga Fehmia Hiu ku na shkruan. Mirëmbrëma Lulja Shabani, mirëmbrëma nderuar për ju dhe familjen tuaj dhe gjithë shqiptarët në Preshevë, Bujanos dhe Medvegj. Respekt pafund. Na shkruan Nadia, mirëmbrëma Lulja Shabani, Zëri Lirë, respekt zemër. Faleminderit e dashura Nadia, gjithashtu mbrëmje të bukurit, mirë respekt edhe nga ana ime. Lulja tash po e baj shpërndarjen, po edhe ju dëgjues krejt nga një shpërndarje asgjë nuk ju kushton, po ju baj apel. Na shkruan Fehmia Hiu. Faleminderit shumë Fehmi. Isak Bekteshi, mirëmbrëma gjithëve. Faleminderit i nderuar Isak Bekteshi edhe ne të përshëndesëm dhe të urojmë mbrëmje të bukur dhe argëtim të mirë. Gjendë Gjelosh Gjoka, mirëmbrëma Radio Zëri Lirë. Faleminderit i nderuar Gjendë edhe ne të përshëndesëm mbrëmje të bukur të mirë edhe për juve. Po ashtu një përshëndetje na vjen edhe nga Deçani, si çdo herë nga dëgjuesja jonë e mrekullueshme Arta Morina ku na shkruan, përshëndetje Lulja Shabani, respekt zemër. Faleminderit e dashura Arta, dhe të përshëndes familjarisht dhe të urojmë mbrëmje të bukur e artim të mirë. Arben Goshi, këngë shumë të mira, faleminderit shumë i nderuar, këngë të mira i qet njeri i mirë, respekt për ti dhe gjithë dëgjues. Valla një njeri kesën i qet as këngë të mira, Arben Goshi. A një përshëndetje na vjen edhe nga Isak Kastrati, ku na shkruan përshëndetje për të gjithë. Faleminderit shumë i nderuar Isak Kastrati, edhe ne të përshëndesim, faleminderit shumë. Remzi Beqiri, përshëndetje Bunjamin Peci, faleminderit Remzi Beqiri, natë po të përshëndesim. Po ashtu një përshëndetje na vjen edhe nga administratori Radio Zëri Lirë dhe vendasi Avni Qerimi. Përshëndetje të dëgjues të valve të Radio Zëri Lirë mbash me stafin e moderim e yllën e moderimit me pronare Lulja Shabani, mbrëmjet e bukur, respekt pa kufi.
Faleminderit shumë i nderuar i vendasë dhe nete, urojna mbrëmjet e bukur, erdhim të mirë, faleminderit shumë, respekt. Aferdita Jusufi, Radio Zëri Lirë, mi mbrëma të bukur, respekt. Luli Shabani, përshëndetje zemër, kalo bukur, respekt. Faleminderit shumë e dashur Aferdita edhe nete, përshëndesëm dhe të urojna mbrëmjet e bukur e erdhim të mirë. Na shkruan Fehmi Jahiv, lullën e shpërndava në 4 anët e botës, po dhe në Amerike, në lagë, Kanada, Australi. Ju dëgjusë nga një mjafton, jam i sigurt keni meq dhe shpërndane. Faleminderit shumë i nderuari Fehmi Jahiv. Na shkruan edhe Hyzer Makulli, përshëndetje mishe mikesha të këtij mediumi me zonjë Lule Shabani, e cila po na bashkon me fjalën e lirë, sonte jemi të bashkuar. Faleminderit shumë i nderuari miku ju, dëgjuesi ju në Hyzer Makulli dhe ne të përshëndesëm dhe të falenderojna, respekt pafon nga ana ime. Sabit Ramuka i mirë se erdhe në banesën time, vetëm sa erdha ka dashur me thonë në banesën time në Selanik, respekt juve. Faleminderit shumë i nderuari Sabit Ramukaj, të përshëndesëm, të falenderojna dhe të urojna ardhim të bukur. Prit sa lobre nuk e kom hap emisionin, hala nuk e kom shpalus temen, vetëm 1 minutë keni dorim dhe dëgjani kur tham që atëherë njës një bre telefona një amon i zotit. Gjyste u, ka i përshëndetje Luli Shabani, falenderit shumë gjyste, gjithashtu të roj edhe ty, atje një mazditit e bukur dhe artim të mirë me emisionin tonë. Na shkruan edhe na përshëndet të gjithë dëgjuesive, vllau dhe administratori Radio Zëri të Lirë, Rahim Fegashin nga Austria. Mi mbrëma për ju të gjithë të nderuar shiqus. Faleminderit shumë vllaç, mbrëmje të bukur e të mirë edhe për juve. Faleminderit shumë. E një përshëndetje na vjen edhe nga shlimtari jonë nga Deçani Xhevdet Aliçka, i ku na shkrua. Përshëndetje Ryti Vizarili, përshëndetje stafin drejtoresh, moderatorin Lule Shabani, përshëndetje për ju të pranishëm nga një kafe. Faleminderit shumë i nderuari Xhevdet Aliçka, edhe ne të përshëndesëm familjarisht duke të uruar mbrëmjet e bukur, artim të mirë. Faleminderit edhe për kafeve. E bili një cigare për mu vdu me qitë, rëndësën, e kësha marrë në vend. Faleminderit të më falë Xhevd shumë. Isak Bekteshi, lumt jeni të mrekullueshëm, faleminderit i nderuar, respekt edhe nga ana jonë, e një përshëndetje shkon edhe për Selman Pallushin. Pashtu Bumo Kamerin nga Amerika na shkruan, mi mbrëma moderatori Lule Shabani dhe gjithë dëgjuesit besnik të Ryti Vizarit të Lirë, respekt gjithmonë, kaloni bukur. Faleminderit i nderuar Bumo Kameri dhe ne të përshëndesëm atje në Florida të Amerikës dhe të urojna argtim të bukur në vazhdim. Na shkruan Selmani, përshëndetje për të gjithë, respekt, faleminderit shumë Selman, gjithashtu një mbrëmje të bukur e të mirë edhe për juve. Ai kem shel pulat edhe hangre supën në akşam. Aurora, përshëndetje Lule Shabani, respekt, zemrushe, këllo bukur, gjithë dëgjuesit e Ryti Vizarit të Lirë, kudo që gjindën, Zoti ju bekoft dhe na ka dërgu kafe. Faleminderit e dashur Aurora, edhe unë të përshëndes familjarisht dhe të roj mbrëmjet e bukur e ardhim të mirë. Na shkruan vendasit Cendla Usha, përshëndetje të gjusë të shtëpisë së madhe të Radio Zëri të Lirë, përshëndetje moderatori Lule Shabani, mbrëmjet e bukur, dëgjim të këndshëm, respekt. Faleminderit shumë i nderuari vendas Cendla Usha dhe ne të përshëndesëm familjarisht, urojna mbrëmjet e bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Përshëndetje nga Likova, na shkruan Agimi, faleminderit shumë Agimi dhe ne të përshëndesëm ty atje në Likova dhe gjithë shqiptarët në Iliriden heroike. Vazhdoj tutje. Një përshëndetje na vjen edhe nga Kosova, nga velindja jonë, ku na shkruan dëgjuesi jonë dhe miku jonë Wilson Prenaj. Lule Shabani, përshëndetje, respekt për ju dhe dëgjuesit e respekton të Radio Zëri të Lirë. Faleminderit i nderuari Wilson Prenaj dhe ne të përshëndesëm familjarisht, duke të uruar mbrëmjet e bukur, argtim të mirë e pushime të rahatshme në vendlindjen tonë të dashur. Lule Shabani të gëzu zemra, si na knaqe po na hjek shtresin, faleminderit Arta, respekt edhe nga ona ime, gjithmonë do t'jem bashkë me ju, shpresoj vetëm të kemi shnetën.
Kerim Prishtina, mirë mama, ju përshëndes nga Zagrebi dhe respekt. Faleminderit shumë i nderuari Kerim, edhe ne të përshëndesëm atje në Zagreb dhe të urojna mbrëmje të bukur e artim të mirë. Edhe pak, edhe po pushoj, edhe pigjoj komentet. Hajde. Valla me gzim të të fritë, lexoj lule shaboni i si shpirt, respekt për ty zemër. Faleminderit e dashura për ditë, respekt pa fund. E kemi këtu tash edhe Adifeta Ajdarin nga Istogi i bukur, ku na shkruan përshëndetje lule zemër dhe ndëgjuesit. Faleminderit Adifete, të përshëndes dhe të falenderoj nga zemra, duke të uruar mbrëmje të bukur dhe artim të mirë. Ju vëlloj, kur mos i hub se ku me dit ku po shkojmë për qaj, ju vendasi, ka thonë Avnis. Avnia zërës me pika vete për qata. Ja vëlloj, të këna qaj. Po qysh janë i me konë ftafte të fijot burë, edhe me shti naj rrype me shtak në fugra të, edhe me qitë qajnë ta këna shpirtin. Lumturi e Vela, përshëndetje Radio Zëri Lirë, përshëndetje moderatore, respekt, faleminderit e dashura, Lumturi e Vela, të uroj mirëseardhje, mbrëmje të bukur, artim të mirë, respekt nga ana ime. Besnik Qeriqi, përshëndetje nderuari Rapsad, sot e kam qitë kongën tonë ma trejën, të falenderoj se si çdo herë që na shiqon edhe na dëgjon. Edhe në ka paskuje po i qesë edhe këngët tuja që me të vërtet na knaqin. Faleminderit shumë, vetëm suksese e shëndet paq. Fatmir Muqiqi na shkruan përshëndetje nga Fatmirin, nga Gjermania, jeni shumë të mirë na knaqt. Faleminderit i nderuari Fatmir. Respekt për këtë fjalë, inshallah gjithmonë je i kënaqur me familjen tuaj, po ashtu edhe me emisionet tona. Kujtim se man Gjuka shkruan përshëndetje Radio Zëri Lirë, ju përshëndes të gjithë dëgjuesve, faleminderit i nderuari Kujtim, edhe ne të përshëndesëm dhe të falenderojna. Një përshëndetje lule nga Selaniki, respekt e shëndet, na shkruan Sabit Ramuka. Faleminderit shumë i nderuari Sabit Ramuka, edhe ne të përshëndesëm, respekt, shëndet e gjithë mirat edhe për juve. Ju përshëndes me këngën Meli, ani, faleminderit, të lëshana që ka mundësi me knatësi Remzi Beqirit do ta dëgjoj këtë këngë. Të dashur dëgjues, unë Regina Lala, mi mbrëma jure, mbrëmjet e bukur zemër, faleminderit, unë ja do t'i marrë edhe pse se kum hop ende emisionin, por po shoh që telefonatat pa ndërprej janë dëgjues të ri dhe kështu që do ta baj edhe hopin e telefonatat. E kemi tashmo edhe telefonatën e parë për sante. Alo, përshëndetje, mi mbrëma mirë se na erdhe lumturie. Mi mbrëma, mirë se ju gjeta zonja Lule, po? Po. Më falni se nga që jam për herë të parë tek radio juaj, nuk i kam fiksu me shumë emrat, por megjithatë e thash mirë, Lule, zonja Lule. S'ka gja, unë të falenderoj shumë për tashma që je dhe dëgjuse e junja, por një falenderim i veçantë shkon edhe që na telefonuve sante. Faleminderit shumë lumturie, respekt pa fund. Kënaqësia ime edhe që ju telefonoj, sepse më pëlqyet si radio, plus që kam dhe shumë miq aty që duhet t'i përshëndes, miq të mirë që janë njerëz tamam familjar, edhe njerëz të ndershëm që më respektojnë dhe unë i respektoj shumë, siç është zonja Arta Morina, zonja Rabia, Gjevdet Aliçkaj, Irman Aliu. I përshëndes shumë nga zemra dhe ju uroj në familjet e tyre të kenë vetëm të mira. Zoti i rujt, kudo që janë. Faleminderit shumë. Edhe për ju. Vazhdo. Orna, më kërkoj falje së ndërhyra. Jo, s'ka gjë për falje, sepse kështu janë këto. Desha të them që edhe për ju, që jeni me të vërtet një moderatore shumë e mirë, më pëlqeve sot që të kam parë. Edhe ishe shumë e qartë në mendime, në kur folje, i thoje gjëra drejt e drejt, ashtu siç mu më pëlqejnë. Edhe të lumt për këtë dignitet që ketë, edhe këtë
mirësi të pastër në zemër, se njifen njerëzit kur që në të folur i themi ne, kur flet njeriu me të vërtet me pastërti njifet. Si kur flet si thuhet, me shtrembëri, edhe me pastërti shifet njeriu. Dhe më pëlqeve shumë, edhe të përqafoj shumë, edhe të uroj gjithë mirët dhe ju. Lumturi shumë, faleminderit, respekt, nderi, kënaqësi edhe nga ana ime. Unë nuk pe di asën nga cili vend gatroje shqiptarët kemi, po sido që tjetë. Je e Shqipërisë, apo? Po, e Shqipërisë jam. Më falë se duhet të prezentoja, po kështu hyri këtë muhabeti, lidhja. Nuk ka problem, është kënaqësi e juna, të falenderoj nga zemra që tashmë je dhe dëgjuese juna, të falenderoj edhe për këtë fjalë. Me të vërtet, unë jam kjo që jam, nuk mu ndryshaj, por si do që jetë vlerësimin e japni ju si dëgjues për mu, si pronare e kësaj radios edhe si moderatore edhe hejse çdo natë e emisione. Për mu është ndere kënaqësi kur i kam ta dëgjues të mrekullueshëm, po sidomos këta miq tu që i përmende me emër. Gjithashtu i kam edhe unë miq shpirtit, me disa prej tyre edhe jam taku edhe në jetën private ku ka qenë kënaqësia ime më e madhe dhe befasia ime kur i kam taku sidomos Artën edhe Gjevdetin. Kjo ka qenë me të vërtetë një befasi për mu, edhe inshallah vazhdojna kështu me këtë sinqeritet që kam dëgjues të ndaj meje, po unë çdo herë do të mundohem të jap maksimumin për dëgjuesit e mi dhe nuk do të toleroj asnjëherë të ketë ndarje as ndaj viseve shqiptare, as ndaj partive politike, as ndaj feje, por të jemi shqiptarë të bashkuar anëmban ku jemi në rruzën toksor. Bravo, ashtu duhet, sepse njeriu për një nder, për një fjalë të mirë mbahet, sepse nuk si thuhet, nuk do t'i marrim gjërat me vete kur t'ikim në atë botën tjetër. Fjala mirë bën edhe mirësi, themi ne. Kështu që unë edhe siç përmendet ti zonjën Arta me të shoqin Gjevdetin, edhe unë kam shumë respekt se çdo herë më respektojnë dhe njihen njerëzit. Ata njerëz që të respektojnë gjithmonë, do me thënë që janë njerëz me taban, një themi ne. Kështu që edhe unë kam shumë respekt për ato njerëz. Lumturi është shumë e vërtetë se ne do me thonë, unë po për veti personalisht, ndoshta me 2% dëgjuesve të mi, ose 1% nuk jum taku, shumë pak, vetëm familjara, po qaj kam të familjes time që i njosit shumë pak, por nga shkrimet, nga sjellja e tyre, nga dokata që tregojnë këto gjatë emisionit tim, me të vërtetë i vlerësoj dhe do të kem gjithmonë respekt dhe mrena mundësive, ndoshta pse jo të takojmë dhe të pim një kafe të paktën bashkë me këta dëgjues të mrekullueshëm. Do me thonë vlera e një dëgjuesi apo një personi pa marrë parasysh dallohet pikërisht në shkrime dhe edhe në telefonat kuptohet, po shumë për tyre i njo vetëm për me shkrime se kom të gjuzarin kor, por për me shkrime se tregon edukata familjare që e kanë. Jo, mirë thua ti, se edhe unë kam dëshirë t'i dëgjoj disa dëgjues në radio, ja, si që dëgjova unë për shembull, edhe unë kam qef të dëgjoj shoqet e mia, Rabien për shembull, që se kam kohë që se kam dëgju, që kur kemi ikë në pushime, u bë 2-3 muaj gati që s'jam dëgjua, dhe ishte mirë që edhe Rabia t'u njoftonte sonde, ose Arta të merrte çik telefon. T'ja dëgjojmë zërin. Rabine kemi këtu punë komente dhe apo të përshëndet, faleminderit Rabi edhe nga ana ime, faleminderit për të gjithë. E lumturia me qenë se ende temën nuk e kisha të shpalosur, isha duke i përshëndetur të gjithë dëgjuesit që na shkruajnë këtu në live stream, a dëshiron pak të bësh pjesë e temës për sonte apo jo? Po, gjithsesi pse jo? E kam zgjedh një temë, pikërisht është një temë ndoshta pak e ndihshme, por duke po se në kohën e sodit, në ditët e sodit, ka hup shumë respekti i fëmijëve ndaj prindve dhe kështu e kam marrë edhe një temë sonte. Si e shihni sjelljen e fëmijëve ndaj prindve në ditën e sodit? Çfarë mund të na thuash ti?
Me të thënë të drejtën, unë jam e larguar nga Shqipëria që 30 vjetë, 31 vite kam. Edhe fëmijët janë lindur jashtë, edhe kemi ndet gjithmonë, e ke parasysh kur je larg, je e veçuar, nuk je në si thush me xhaja, me teza, me motra, me këto, je gjithmonë e veçuar. Edhe kështu që nuk kam ashtu tash pak dëgjojmë, po që ti shoh me sy, unë po si pash me sytë e mi, nuk e them dot gjën 100% që ashtu është, e kupton? Edhe flas me këtë të familjes time. Desha të them fëmijën si ta ushqesh, si t'ja japësh atë ushqimin i themi ne, ashtu vjen i shëndetshëm. Edhe edukatën, siç ja jep, ashtu do ta kthej. Edhe unë në familjen time, unë fëmijët e mi për shembull, kur vjen çuni nga shkolla, unë çohem kam, do ta put, edhe do ta pyes si kalove si gjithë ditën, ose kur vjen burri nga puna, e njëjtë gjë. Ashtu bëjnë dhe fëmijët por kur vim ne nga puna. Desha të them që si ta ushqesh fëmin ashtu shkon familja. Edhe nuk di ç'të them për familjet e tjera, sepse kemi qenë gjithmonë vetëshum, kështu që nuk mund të them një gjë që Të kuptoj, por unë e morra këtë temë e dashura lumturie për arsye jo, se shumë mirë, por në rrjetet sociale sepse po qarkullojnë po, shumë video po, të ke të prindërve drejtë, që sepse me të vërtetë sa dhe po braktisen nga fëmijët e tyre, po jesin vetën, po i çojnë besa në shtëpia të pleqve. E kështu për këtë arsye edhe të i pa disa po, vite, sigurisht tashti mboni përshtypje dhe me të jo, vërtetë ti mirë nuk ke e bërë kena shumë, sepse prindi nuk është gjë e më shtrenjtë në botë, prindi, si nëna dhe baba është gjë e më shtrenjtë në botë. Tani kur i dëgjojmë ato këngët na rrëqethet mishi, për ne që si kemi. Për ato që i kanë duhet t'i mbajnë sa më afër, sa më mirë, sepse është, si thuhet, është i gjë që me prindi nuk vet asnjë gjë në botë. Siç nuk vend fëmin, ashtu është dhe prindi. Kështu që gjithmonë duhet respektin nuk duhet ta humbim. Po tashi koha po ndryshojnë edhe njerëzit, si ta themi, nuk po dim se ku po shkojmë, e kupton? Njerëzimi është u kthy komplet mrapsh, po inshallah me emër të Zotit kthehemi pash, si ti them, një fjalë që thuhet një fjalë e urtë, na kthe Zoti në rrugë drejt. Edhe për Alimturi ta kisha respektin, bo edhe një pyetje me qenë se edhe vetë po patjetër ke me gjithë qef. mergjentare. Po, a kemi marrë edhe disa, i kemi marrë me qenë se nuk po tham nashta të gjithë, po disa prej neve si mergjimtar, apo edhe ata që janë Kosovë tash duke pa edhe përmes rrjeteve sociale, e kanë marrë edhe disa zakone të huaja. I kanë marrë disa zakone të huaja. Se Po tëna e nuk ka kanë qenë, marrë. nuk ka qenë tradite jona e shqiptarëve për shembull të praktiset prindi. Kur jesh në gërbet ndoshta nuk ke mundësi me t'ish afërt gjatë tanë kohës. Por po ndodh, unë po fuli pikrisht për Kosovë dhe për disa persona që ndoshta Po, edhe i njeh kemi parë me personalisht. të thënë drejtën Po, video, i i kanë kemi fëmijët parë. atje i kanë, për shembull i lën prind në fshat ose i des nana ose baba dhe jetë veç njëri prind. E lën prindin në shtëpi vetën edhe vetë jeton në qytet. Unë këton Shumë nuk e shoh gabime janë tash, kjo këto. një gabim shumë i madh. Shumë gabim i madh është. Prindi duhet mahet një lloj me fëmin. Se si është një fjalë e urtë që pleqëria është një lloj si fëmia. Kështu që do ta marrësh afër një lloj si ma fëmin ta, do ta marrësh dhe prindin, nuk duhet ta braktisësh kurrë. Po, edhe herë po them inshallah Zoti na i kthen këto rinin në rrugë të drejtë. Mos të mendojnë kështu se keq është puna për të pleq të shkret që po i ngelin kështu. Kam pa dhe unë një 2 video dhe nuk i shoh dot me të drejtën, hiki largohem si shoh dot.
Janë emocionuse për shembull kur një nam del edhe i thet i kamën, për shembull 6 fëmijë dhe 3 vajza, 3 djemë dhe jetoj e Po, vetme që sa vite, po. me të vërtetë është emocionuse, po kështu. Dhe është zotin më shumë aso video dhe se nana apo baba që me të vërtetë janë ta na shkalun, nuk po them ashta të braktisur, po ta na shkalun nga fëmia dhe është zotin mos të ketë na se me të vërtetë shumë e dhëmshme. Unë Limtorit Ashtu është. falenderoj shumë nga zemra që na telefonuve, jam shumë e kënaqur që ta dëgjova zonin me qenë se sot ma herët posh komente, por ishte një befasi edhe telefonata jute sante. Faleminderit shumë, respekt nga ona ime. Faleminderit dhe ju. Pa E, fol. I përshëndes gjithë dëgjuesit e juaj, të jenë mirë me familjet e veta. Natën e mirë, e miru dëgjofshim. Natën e mirë dëgjoshëm, respekt pa fond, toton. Pra të ndëruar dëgjues është ndere dhe knaci, unë e falenderoj shumë lumturien që sante ishte edhe telefonusja e parë për sante, edhe njëherë ju përshëndes të gjithëve emër për emër, ju që jeni kyqur me vonesë dhe se ja kom lexu komentet unë ju përshëndes dhe ju falenderoj që jeni bashkë me ne, respekt për të gjithë emër për emër. Pra të ndëruar dëgjuese, kemi edhe një temë, tema është kjo, mund të na telefononi, mos hezitoni, keni çka të thoni. Të paktën shprehni mendimin e juaj të lirë, ju si të dëshironi rreth kësaj teme. Si është sjellja e fëmijëve ndaj prindve në ditët e sodit? E kam telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mbroma, mirë se na erdhe Isak. Mirë mbroma, e mirë se ju gjeta e ndërume. Po si Isak se kalove, sa da vludhe? Po dhe dojse që më liuët, po im kom pak i zdi që më shprej. Një bashkëluftëtore jam e ka poset për vjeturin, edhe ja kemi bon një zbulimin e plokës të në lingje ti. E më të ku me dërshuk, luftës e qështu. Lavdi për gjithë dëshmorët, lavdi edhe për bashkëluftëtarin tuaj. Qa me bo, kjo është jeta. Ka një herë të mërzit, ka një herë të gëzun, ka një herë qa me thonë, ta në vallaj s'po di asën qa me thonë. Nuk i njeri o inderuar Isak për zotën sëtë që me të vërtetë është me tana mirë, por kur jemi të prekun, gjdo njani me të vërtetë i ka atë ditë e veta, emocionet e veta, kur shoqëria ngushtë për shembull bashkëluftëtare që është ai person që po thosat nuk gjendet në mesin e juaj. Allo e kom një vetën të mërzitën shumë që po të thamë, që me të vërtet fëmija ti se të gjindën në Australi. E djallin e ti sët për herë të pare poshtë, kur jemi kuna në pozicion e ka posë dikun 6 vjetë 7 në bike ujë. E dhe ishë më basë mas në berë ujë se boba i ti ishë me pikë në gjeti, na ishëm në gjeti. Jo dhe kësë më ka honë bobi me milion shtorët pa ujë ku të vinë shpit mësë. E të më honë mas 27 vitër se të poshtë djallin e ti. Ka orë për Australije. E të në kom taku edhe shuk luftës jemi kom bashkë me këtë dëshburin. E më tonë tretën e kom posë i farë dhe emocionin, i farë mërzije tonë ditën. Edhe se na kemë shprehina shqiptorë në revë kur në rënë jetë ju ma kom burre mirë. Po nëse a kom burre mirë, në këtë buët edhe në atë buët do të më shku burre mirë. E nëse a kom këtë buët burri keqë, kur des më se bon burre mirë. Ja të na dhe të këqiti bojnë të mirë, se kanë problem heq. E unë ato unë së nevojnë po kë dëshmori kumbit, gjdo armë që ka orë në shtabë të unin, sejf të durët e ti e kanë testu. Wow. Kur s'ka logarit që ka qetë pushka armikot. Fol tina, se 2 vllazën të met, e një djali ogjës, jo në gjallë, që në kontrë dhe konë për mi 700 vetë, për mi rreth me, që në kontrë dhe konë për forca u serbe. Në Kasmaq, në Gruqit. Zëti një që këtë dëshmuri që e ka pas për vjeturin 2, i ka shpetu dhe ja ka dzirë korituën edhe i ka shpetu. E vetë avrau atu mas nëmi ka luftu me shti edhe me revullje. Wow.
Edhe po më thonë drejtën jam ku gjithë ditën e emocionu, tani kum sa të dëshuar që jemi bashkë me këtë dëshmurin. E më nejëm tonë, mi dhonë ka e unë tjetët asë letë së një mojshëm. Shumë e vërtet, është shumë e vërtet se nuk është e lehtë emocionet kënjëri kur takohet me bashkëluftetar që janë gjallë edhe shkon për një ditë për kujtimore, për shembull një shokët që keni kanë bashkëluftetar bashkë, nuk është e lehtë, unë të kuptoj. Po inshallah Zoti ato për xhenet edhe me emër Zotit normal që ajo shku dëshmore dhe ka sakrifiku jetën e vetë për shembull për këtë liri që sot e gëzojmë. Për këtë arsye shpeshherë Isak ndoshta po bëna edhe tepër, por unë po befasuna me disa njerëz, me shumë, se jo me pak, po me shumë persona që nuk po ja din vlerën gjakut dhe sakrificës të njerëzve që kanë dhënë për këtë liri që sot e gëzojmë. Marrja më e madhe kjo. Mu pak se më ka mundu ma shumë që në shkullë filluar e kom posa e shë klose. E që kja pak ma kanë anu vlosën ma tepër. Edhe shë klose s'pandon. Po e folë dëshmurve, sot na gëzojmë këtë liri, po nuk jem ka javdim vlerat. Jo heqë vallaj, shumica jo, sa i tanë s'po thamë, po shumica ju, po qa me bo? Unë porës e poshë një hëmër, tash pa qesin ndërume që s'ka në telefon. Pa normal. E i poshë bobe djallë, ishë ndollë në manë, e a i plok ishë purë këtë ishka më një shtokë, për ku erë bobe djallë i vetë për thira bobe, ajo treme dhe keme gjumë i fadruni, shaki babë ham tukte. Bobe për dhe djallit. E për thëtë, sa shaka ke veshtë të tesha treja. Bobe për era më të anullë lojë, më në tha si, ma prenun tha statusin e veteranit. Wow. Tha o bjerë, ata ishin në malë, tha shu se pat një në kush. Tha se morë, tha përshka morë. Tha o bjerë, tha për ti ke leha, në unë bajromi ke linë, tha për ke linë, tha mas lufte. Wow. E morë, tha ti me morë pogën e veteranit. A i bo, tha morë, tha li e morë, mos ko kërkuen. E qitë ke shka kanë dullë. Shumë e vërtet është, normal që humurin ata e bojnë me fakte që kanë dullë po ndullin për ditë u gjona, o Isak. Po, a pa kem shka me bon, s'pa kem shka me bon. Jo, ishallave që keni shnejtëm se s'keni qa me bon. Inshallah tonë. Isak a dhe mu kiq pak tema po jo? Po e pa kysh në musha, nëse së e zërë, me së në që dhe, ti e di. Loja që lënë, ti mas mirë, Vili, për këtë tim, ti mas ka lojt, edhe mas mirë më kalëzën mu. Kumpuar me vilësuan në kumpuar porët. Ani mirë shumë. Super, shqyqyr që ju shku mirë, qaja është kërësure, inshallah dhe takuhni për të mirë, e pini naj kafe, pse ja. Tu më ka thonë. Më farë që në tërprejva. Jo, s'ka gjam. Isak, tema për sonë të është kja, sjellja e fëmijëve ndaj prindve në ditët e sudit. Ufa. Mos praj, Isak. Nëse dëshiron mund me full, nëse jo mos vazhdahe, s'ka gajle. Pe di që po do me thonë. A? Pe di që po do me thonë pa full heq. E, po. E ndëru më bre, edhe unë e ti jemi kon fëmi. Po për zotën. Edhe jemi rritë që jemi rritë e dim gjithë. Po pasha zote, e kemi pos dë tute, e kemi pos dë morë, e kemi pos dë senet minjëra. Pasha zoten. Ta është minjat zotit ma shumë morin pësim prapë se për morë.